Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahu jalla wa ala falendrojm, salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, i dërgojm mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasoj. Vëllezër, mirë se vini në ristartimin e këtij zinxhirit të ligjëratave ku flasim për jetën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam. Besari përpara ligjëratës më tha hoxha, shumica pinesh kena haru ku kena mbet në mësimet e fundit, edhe kjo është e kuptueshme, për shkak se mes mësimit fundit edhe kësaj ligjërate sot ka pat shumë ligjërata, ka pat shumë ibadete, lut Allahun xhallahu ala që Allahu na i pat pranu, edhe Allahu na kish bë për atyre të cilët Allahu i ka fal dhe i ka liru prej zjarrit të xhenemit. Nëse ju kujtohet ose kush i ka ndjek këto ligjërata, thjesht si rikujtim, ligjëratën e kaluar kena fol për disa mesele dhe për disa personalitete, kemi fol për Abdullah ibn Selami radiallahu ta'ala anhu dhe hyrjen në fenë Allahu te bareke ve teala, nga se Abdullah ibn Selami ka do me thonë veçohet me diçka cilën nuk e ka njerëzit tjerë. E para ishte prej hebrejve të Medinës, e dyta ishte prej njerëzve më të besueshëm të tyre, e treta ishte prej dietarëve të tyre. Edhe hyrja e tij në fenë Allahu xhallahu ala kishte simbolik të madhe për hebrejt e Medinës dhe për ata të cilët do ta pasojnë Abdullah ibn Selamin në këtë praktikë ose në këtë veprim. Çështja tjetër të cilën e përmendëm ishte çështja e shtimit të namazit në namazet të cilat ne sot i falim nga 4 rekate, apo? Nga 2 u vonën 4 rekate. Andaj folim për shtimin e namazit të drekës, të ikindis edhe të jacis, ndërsa namazi i sabahut edhe namazi i akşamit mbeten ashtu siç kanë qenë. Edhe kemi fol në çështjet që cilat kanë të bëjnë me këto mesele. Për shembull, xhamia e fisit Benu Selime, apo tham që Benu Selime kërkuan nga i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam që t'i shesin shtëpitë e tyre. Benu Selime, për ata cilët kanë qenë në Medinë, është ky rajon i cili është rreth xhamisë së 2 kibleve, kibletejn. Aty ka banuar fisi Benu Selime. E ata donin që shtëpitë e tyre të jenë afër xhamisë pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. E kjo ide nuk i pëlqeu të dërguarit Allahut alayhi salatu wasallam. Për këtë shkak tha, diarukum tuktabu atharukum. Tha, mbani shtëpitë tua, nga se gjurmët e ecjes tuaj drejt xhamisë ju regjistrohen. Andaj sahabet than, pasi na lajmëroi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam për këtë vlerë dhe për këtë sevap të madh, asnjëri më prej neve nuk donte që ta ndron shtëpinë e tij nga vendi ku ishte, nga fisi Benu Selime tek xhamia e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, sepse kishin xhaminë e tyre, edhe në kam shkojshin deri tek xhamia e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe mes kësaj dhe kësaj kanë një distancë e mirë, sidomos për njeriu i cili shkon 2-3 herë, 4 herë në ditë, domethënë është distancë bajag e mirë. Kjo ishte ajo e fundit të cilën e kena përmend në ligjëratën e kaluar. Sa i përket kësaj cilën do ta përmendim sot vëllezër, ai që i kanë ndjek këto ligjëratat e dinë që ne kemi prek disa çështje të cilat kanë të bëjnë me banorët e vendeve ku ka jetuar pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi fol për banorët e Mekës dhe kemi përmend disa specifika të tyre. Kjo muslimanëve të Mekës, kush prej tyre ish bë i krishter ose kish pasuar ndonjë fe tjetër, religionit e ata e kështu me radhë. Banorët e Medinës, ne i përmendëm që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam boni me ata një kontratë, apo Wathiqatul Medine, dhe e përmendëm se wathiqa ishte mes muslimanëve mes veti, mes pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam edhe jo muslimanëve prej arabëve, dhe mes pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam dhe jo muslimanëve prej hebrejve, nga se hebrejt kishin statusin e tyre në shoqërinë e Medinës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E ne do të ndalemi sot te këto 2 grupe të tjera, jo muslimanët e Medinës në përgjithësi. Dhe qëndrimi i tyre ka shi pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam në veçanti dhe muslimanëve në përgjithësi. Çfarë qëndrimi kanë pat ato? Do me thonë, ana shkon neve në ndërmend, kur erdhi i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam, si kanë reagu këta njerëz? Tu e pa që, sidomos flas tash për arabët jo musliman, tu e pa që shumë prej ensarve, qoftë Eusi dhe Khazrexhit, janë duke e pranuar fenë e re me cilën ka ardhur ky njeri, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj është shumë e natyrshme që njeriu të mendohet si kanë reaguar këta njerëz. Ky reagim vëllezër do të ndikojnë çfarë? Do të ndikojnë në mënyrën e veprimit të vet pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të muslimanëve. Musliman do të reagojnë ose musliman do të veprojnë mbas të disa reagimeve të cilat do t'i shohin tek kojshit e tyre.
Kojshit e tyre nuk do t'jenë aq paqësor. Po në letër po në praktik jo. Kur themi në letër po, ata ishin të parët që nënshkruan marrëveshjen. Ama marrëveshja hiç nuk respektoshte nga ana e tyre. Sa që sa herë kur dënjani prej tyne gabante, vjente dikush prej sahabëve, prej ensarve dhe i thoshte pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, fale. Ka gabu, ka një motiv të gabuar. Fale. Edhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e falte se ky sahabiu thot fale, po e falte se Allah e urdhronte që t'i fal. Sikurse do ta shohim. Andaj me ardhjen e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam në Medinë kishte 3 fise të hebrejve. Banu Nadhir, Banu Qainuqa dhe Bani Quraidha. Secili fis në të ardhmen do të ketë një histori specifike me muslimanët. Po tash ne jemi tu fol për hebrejt në përgjithësi. Banu Qainuqa ishin fisi që jetonte brenda Medinës, afër xhamisë së pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Madje ne treguam që hebrejt e Medinës ishin në Medinë përpara kujt? Përpara ensarve, përpara Eusit dhe Khazrexhit. Ata kishin banuar këto troje përpara se t'i banojnë Eusi dhe Khazrexhi, të cilët kishin ardhur nga Jemeni, qindra vite më herët. E Banu Nadhiri, Banu Qainuqa dhe Banu Quraidha, ata kishin ardhur përpara këtyne. Përpara arabëve, edhe pse toka ishte arabëve në përgjithësi. Megjithatë në kërkim të ardhjes së një pejgamberi të ri, ata kishin banuar disa vende, kishin banuar Tejman, kishin banuar Medinën, kishin banuar Khajberin e kështu me radhë. E këta njerëz konsideroheshin si njerëz të cilët janë autentik në këto troje. E Banu Qainuqa jetonte në brendësinë e Medinës, ndërsa Banu Nadhir dhe Banu Quraidha jetonin në periferit Medinës në një pjesë që quhet Alie, nga se është më e ngritur se sa pjesa tjetër e Medinës. Dhe me ardhjen e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam tek ata menjëherë filloi të duket pak kënaqësia e tyre nga autoriteti të cilin e gëzonte pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, nga se ata nuk ishin mësuar që dikush prej arabëve në Medinë të ketë kaq autoritet. Nuk ishin mësuar që dikush prej arabëve të merr vendim në Medinë duke mos i konsultuar hebrejt e Medinës. Dhe kjo menjëherë u shfaq me një pak kënaqësi të madhe. Saqë bashortja e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, Safije bintu Huyej ibn al-Akhtab. Safije e keni dëgju? Është një prej bashortëve të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Madje është transmetuar që kjo është gruaja më e bukur e cila ka ecën këtë tokë. Siç e ka përshkruar Ibn Qayyimi dhe të tjerët. Safija është vajza e Huyej ibn al-Akhtab. Huyej është vllau i Ebu Jasir ibn al-Akhtab, dhe këto janë 2 nga armiqt më të mëdhenj të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Safija është gruaja e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam në të ardhmen. Po thot Safija radhiyallahu ta'ala anha, përpara se të martohet me dërguarin e Allahut alaihi salatu wasallam. Thot isha e vogël. Dhe isha fëmia më e dashur, ose më i dashur tek prindi im, tek Huyej ibn al-Akhtab, dhe tek axha im, te Ebu Jasir. Saqë thot ata 2 më dallonin nga gjithë fëmijët tjerë të tyre. Qoftë Huyej, qoftë vllau i tij. Ky e ka vajzë, ky tjetri e ka mbes. Më dallonin thot nga gjithë fëmijët e tjerë. Dhe pa marr parasysh rrethanat, thot gjithmonë unë kur hyja në mexhlis, dukte se baba jem edhe axha im po më dallojnë nga të tjerët. E kam përgdhel pak më ndryshe, e kam trajtu pak më ndryshe. Thot ditën që erdhi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë ose në Quba, thot atë ditë kur dëgjoi baba jem se ka ardhur pejgamberi i arabëve në Quba, thot e mori vllaun e tij Ebu Jasirin dhe që të dy nga mëngjesi i hershëm shkuan në Quba. Dhe nuk u kthyen thot deri në mbrëmje të vonshme, pasi perëndoi dielli. Thot Safia radhiyallahu ta'ala anha, kur u kthyen, dukeshin të lodhur e të rënduar, esnin ngadalë e të dëshpëruar. Thot, si çdo herë, thot, u mundova t'i përshëndes në mënyrën sikur se i ka përshëndet kaluarën, siç bëja gjithmonë, por pasha Allahun, thot, asnjëri nga prej tyre as syt nuk mi hodhi. Hiç nuk i kanë çolla, asnjëri as tjetri. Dhe dëgjova, thot Ebu Jasirin, axhën tim duke i thënë babës tim Huyej ibn al-Akhtab. E hu, a është ky aj? A është ky aj? Këtë pyetje e ka mbajt mend kjo vajzë e re. Nga se kjo pyetje për këtë vajzë të re do të jetë kyçe në jetën e saj në të ardhmen. Mirë po e ka mbajt mend gjithë këtë rrëfim. Thot e pyeti axha im, e hu, a është ky aj? Tha thot baba im, po pasha Allahun. Ky është aj. Thot Ebu Jasir, axha im thot e pyeti, a e nje e vërejtë se ky është aj?
Do me thonë, Ebu Jasir ky e ka vrejt se ky kërkon pejgamberin e tyre tek i dërguari i Allahut. Dhe e ka gjetë, po ka dyshime. E pyet vllaun e tij, i cili është më i ditshëm dhe më me autoritet se ky. E thotë, a është ky? Thotë, po ky është. Thotë, a e njofte? Dhe a e pranon? Se ky ka brendsinë e tij diçka jo të mirë. Ti e njofte, po tash a e pranon? Nuk është puna, ky është. Ky është, po a e pranojmë. Tha Huyej ibn al-Akhtab. Çfarë ka në zemrën tënde? Thuje. I thotë Ebu Jasirit. Pas asaj i thotë Ebu Jasirit, çfarë ka në zemrën tënde? Thuje. Thuje, o Huyej. Tha Huyej, pasha Allahun, armiqsi derisa të jem gjallë. Ai është. Mirë, po armiqsi derisa të jem gjallë. Dhe kështu përfundoi jeta e këtij njeriu. U vra në duart e muslimanëve armik i Allahut dhe i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo armiqsi, në të cilën është betuar Huyej ibn al-Akhtab, nuk do të jetë armiqsi diplomatike, as ekonomike vetëm, nuk do të jetë armiqsi haxhuzellëki këtu atje muhabete, jo. Armiqësia e tyre do të kalojë, domethënë, në faza shumë më të rënda dhe të vështira sa që do t'u angushtojnë jetën banorëve të Medinës, shumica e së cilës do të jetë musliman. Muslimant do të vuajnë Medinë nga ky mllef që kishin këta njerëz në zemrat e tyre, sikurse do ta shohim në të ardhmen. Kur jehudit ose hebrejt e panë që plot prej banorëve të Medinës po e pranojnë Islamin, kjo do të shkakton tek ata, do me thonë, këtë mllefin e brendshëm i cili këtu atje do të shfaqet në pazar, do të shfaqet në muhabet, do të shfaqet në mënyrën se si do ta trajtojnë pejgamberin Allahut sallallahu alajhi wasallam, do të shfaqet madje edhe në nivel politik dhe shoqëror. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu për këta njerëz vëllezër ka zbrit shumë ajete, saqë nëse marrë çdo një libër tefsirit dhe lexon suret e Medinës dhe përmendën në të ahlu kitab, dije se në përgjithësi flitet për këta njerëz. Se të krishterë s'ka pat Medinja. Medinja s'ka pat një ose dy njerëz të krishterë. Realisht fjala ehlu kitab, kur thuhet në gjuhën e pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam, dhe kur thuhet në gjuhën kuranore në përgjithësi, jo çdo herë, po në përgjithësi, të shkon mendja tek hebrejtë e Medinës, përgjithësi. Për këtë shkak njohja e kontekstit historik të ndihmon në njohjen e shkaqeve të zbritjes ajeteve kuranore dhe lidhjes ajeteve njëri me tjetrin. Nuk mund ta plotësojmë ne ose këtë mozaik të ajeteve derisa ta dim kontekstin historik. Apo, a nuk e dëgju fjalën e Allahu xhelle xhelaluhu, vritni ata ku t'i gjeni. Kjo veç kështu është, vrite jo çdo musliman ku ta gjesh, jo nuk është ashtu. Ka kontekstin e vet pse ka zbrit, ka kontekstin e vet për kë ka zbrit. Do të dihet kjo. Nuk mund të marrim një pjesë të ajetit, ja, kjo është dini Allahu. S'është ashtu. Apo, andaj Allahu te bareke ve teala ka kategorizuar njerëzit, secilin në vendin e tij të duhur dhe të merituar. Dhe njohja e kontekstit historik është më së i rëndësishëm për ta njohur ose për të njohur dispozitat në të cilat Allahu flet për ehlu kitab, për kojshit e tyre, qofshin hebrej ose të krishterë në të ardhmen. E Allahu zbriti për ata shumë ajete. Për shembull, një prej krerëve të tyre, sepse jehudita asaj kohe kishin disa prej, ishte Huyej ibn al-Akhtab, ishte Abu Jasir ibn al-Akhtab, ishte Ka'b ibn Ashraf, ishte Ibn Salub al-Fatyuni dhe të tjerët të cilët në gjuhën e tyre duke i qartë urrejtja e tyre ndaj pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam. Saqë një ditë prej ditëve Ibn Salub al-Fatyuni po i thot pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam, o Muhammed, nuk na ke pru asnjë argument të qartë. As nuk na ke pru diçka të cilën ne njohim librat tonë. Pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam çuditet me këta njerëz. Ç'është ajo cilën ju e njihni, ç'është argumenti i qartë për ju. Allahu zbret ajet. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat. Ne o Muhammed ty të zbritëm argumente të qarta. Mos u merr me mohabetet e tyre. Ajo sa atinës ju duket e qartë, pyet për historinë e tyre. Pyet për këta njerëz dhe për Musain. Pyet për këta njerëz dhe për Isain. Pyet për këta njerëz dhe për Harunin. Pyet për Benu Israil dhe numrin e madh të pejgamberëve dhe argumenteve të qarta të cilat Allahu apo dërguar. Për këtë shkak për ata është më se normale të thuajnë se s'na ke pru asnjë argument. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat. Ne ty të shpallëm o Muhammed argumente të qarta. Thot Allahu wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Në këto argumente ose këto argumente nuk i mohon vetëm se populli gjunaqar,
të cilat janë të dalur nga kufit e Allahu xhalla xhelalu dhe devijuar. Po, këtyne si ju duken gjanë këto argumente. Po ai cili ka pak insaf, ai cili ka njerëzillëk në zemrën e tij dhe natyrshmëri të pastër, ky e din që këto janë argumente të qarta. Po ashtu Rafi' ibn Huraymila, një nga jehudit e Medines, po i thot pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, na zbrit një libër komplet, jo kështu pjesë-pjesë. Ti po na sjell librin pjesë-pjesë, na sjell librin komplet, sikur se i pat ardh libri Musait alayhis salam. Teurati ka ardh komplet. Ne kështu e dum librin. Pin kopertin, pin kapak. Nuk pranojmë që libri të vjen pjesë-pjesë. E Allahu zbriti, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apo doni me e pyet ose me kërku prej pejgamberit tuaj, ashtu siç kërkuat nga Musa më parë? Të njëjtën e doni me këtë pejgamber sikur se kindasht me Musën alayhis salam. Allahu xhalla xhelalu i pat pranu kërkesat e tyre në kohën e Musës. Po nuk do me thonë se sot i pranon njëjta kërkesë. Nuk i pranon Allahu të njëjtat kërkesa çdo herë nga të njëjtët njerëz. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa as-sabil. Ai cili zaventson kufrin mosbesimin ose besimin me mosbesim, ky njeri ka devijuar me një devijim të qartë. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu zbriste ajete gati se në formë përditshme. Për shkak se raporti i muslimanëve me të tjerët dhe me zveti e bënte që Allahu t'i edukon ata përmes ajeteve. Periudha e Medinës, vëllezër, ishte periudhë edukative për musliman. Po muslimant muhaxhirinët janë edukuar në Mekë për 13 vite, ama këta njerëz të cilët sot kanë hyrë në Islam dhe banorët e Mekës të cilët kanë ardhur në Medinë janë ballafaquar me realitet të ri, realitet i cili ka një popull jo besimtar, të cilët janë idhtar të librit që nuk e kemi pat Mekë. Dhe ky popull, jo që nuk është besimtar, po nuk është besimtar, ne e kuptojmë atë, janë kushit ton, e kuptojmë atë. Megjithatë këto bëjnë komplot kundër nesh. Na luftojnë fshehurazi neve, jo haptazi. Dhe Allahu zbret ajet. 1 dhe 2 dhe 3 dhe ka sikurse do ta shoh. Transmetoni Ibn Ishaqun sirën e tij se Ka'b ibn Asad dhe Ibn Salubet dhe Ka'b ibn Ashraf dhe të tjerët i thanë pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam ose thanë me zvete, të shkojmë tek Muhamedi alaihi salatu wassalam dhe të kërkojmë prej tij gjykim. Ka ndodhur një rast mes jehudive, se ato ishin 3 kabile. Edhe ka ndodhur mes tyre një mospajtim. Mes krerëve të këtyre 3 kabileve, janë ndan 2 grupe. Edhe njëri prej këtyre grupeve po thonë njëri tjetrit, haj shkojmë te Muhamedi, edhe i ofrojmë atij një kërkesë. Qëllimi i tyre ishte vetëm të mbjellin trazira dhe të bëjnë përçarje në mesin e muslimanëve. Kërkesa ishte kjo: o Muhammed, ne jemi në zang, në hasëmllëk me vllaznit ton, prej fiseve tjera të hebrejve. Megjithatë, ne duam që ti të gjykosh mes nesh, sepse ti je i paanshëm, nuk e merr anën e tyne as tonën. Por ama, nëse gjykon në favorin ton, i thot tash ky grup, nëse gjykon në favorin ton, ne do të besojmë dhe do të pasojmë. Dhe nëse ne të besojmë dhe të pasojmë, ta dish që të gjithë pasuesët ton do të besojnë dhe do të pasojnë. Kjo është kërkesa. Erdhën tek i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam dhe po i ofrojnë këtë ofertë. Vetëm gjykon favorin ton. Dhe Allahu në moment zbret ajete. Thot Allahu xhalla xhelalu: "Wa anihkum bainahum bil 'adl." Dhe o Muhammed, gjyko mes tyre me wa anihkum bainahum bima anzala Allah. Gjyko mes tyre me atë që ka zbritur Allahu, jo me kërkesat edhe qefet e tyre. Wala tattabi' ahwa'ahum, edhe kujdes që mos të pasosh qefet dhe epshin e tyre. Kjo është qefi tyne. Është vetëm tendencë, përpjekje që ata të mbjellin përçarje në mesin tuaj. Wa anihkum bainahum bil 'adl. Për këtë shkak vëllezër, besimtari gjithmonë duhet të ketë parasysh realizimin e drejtësisë, pa marrë parasysh te kush gjykon. Qoftë dashamiri i tij ose armik i tij. E jona është ne gjykojmë me drejtësi. Pa të dy palët i kemi armik, çka? Gjykojmë me padrejtësi? Jo. Gjykojmë me drejtësi, me atë që Allahu ka urdhëruar. E Allahu gjithmonë na ka urdhëruar që ne të gjykojmë me drejtësi. Kështu Allahu xhallahu ala ka bërë. Besimtarit synojnë këtë dynja realizimin e drejtësisë, walau ala anfusikum, thot Allahu, nëse edhe ky gjykim është kundër vetes tuaj.
jo ma kundër kojshive tonë ose dikuj tjetër, ose ka interes që këta njerëz ta pranojnë fenë Allahut xhelle xhelaluhu. Vazhdon Allahu dhe thot: "Wahdharhum an yuftinuka an ba'd ma anzala Allahu ilayk." Dhe kujdes o Muhammed, që të mos të krefin prej diçka të cilën Allahu e ka zbrit. Kujdesi për kë ka ardhur, vëllezër? Për mua dhe për ty, ka ardhur për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kujdes o Muhammed, që ata mos të devijojnë pak nga ajo të cilën Allahu e ka zbrit. Besimtari duhet të jetë syçel. Raportin e tij me tjerët pa marr parasysh a janë musliman apo jo. Do të jemi syçel sepse animi jon me padrejtësi ka dikush është anim nga e vërteta ka e kota. E Allahu thot kujdes o besimtar. Mos e bësh këtë gjë. Këtë ja thot pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte njeriu më i devotshëm, më i ditur, i cili më së miri e njihte Allahun te barekuhu teala. Megjithatë, wahdharhum, kujdes prej tyre. Mos të devijojnë nga ajo të cilën Allahu ta kishte zbritur. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim. E nëse ata shkojnë, nuk e pranojnë drejtësinë tënde, dije që Allahu ka dëshiruar që ti godet, do me thonë si pasoj e gjunaheve të tyre. Thjesht kthimi i shpinës nga ana e tyre nuk është vetëm se pasoj e gjunaheve të tyre. Nuk meritojnë drejtësi ata. Nuk meritojnë drejtësi. Allahu i lën devijimin e tyre nga se kanë gjunahe të fshehura mes tyre dhe Allahut xhelle xhelaluhu. Thot: "Wa inna kathiran min an-nasi la fasiqun." Dhe shumë për njerëzve, thot Allahu, janë mëkatar. Dhe shumë për njerëzve janë mëkatar. Vazhdon Allahu dhe thot: "E fa hukm al-jahiliyyati yabghun?" Apo hukmin, gjykimin e ignorancës dhe xahilietit dhe të kotës e dëshirojnë ata? "Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun." A ka gjykues më të mirë se Allahu për popullin të cilët janë të bindur? Janë të bindur se Allahu ka krijuar, andaj janë të bindur se gjykimi i Allahut mbi ta është më i drejti. Se ai që gjykon është ai që krijon. Nuk i takon gjykimi vetëm se atij i cili ka krijuar xhelle xhelaluhu. Dhe vazhdon ky epizod i hebrejve të Medines, karshi pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam me një dosë të talljes dhe nënçmimit ndaj tij alayhi salatu wasallam. Dhe kjo në forma të ndryshme. Herë duke u tallë me muslimanet, herë duke u tallë me njerëzit të cilët kanë ardhur nga Mekja, herë duke u tallë me faktin që ky njeri është pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak gjejmë shpesh në gjuhën kuranore Allahu xhelle xhelalu qorton disa njerëz për formën e pyetjeve të cilat ja parashtronin pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Këta njerëz ishin këta për cilët ne jemi tu fol. Pyetje të cilat ja parashtronin pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, përmes këtyre pyetjeve nuk dëshiroi as praktik, nuk kishte sinqeritet në këto pyetje, përkundrazi, kishte nënçmim dhe poshtrim dhe thjesht donin që ta nxjerrin pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam situatë që ai thotë nuk e di ose s'kam njohuri rreth kësaj çështje. E Allahu xhelle xhelaluhu këtë arrogancë të tyre e ka paraqit në ajete të ndryshme në librin e tij. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë: "Isha me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam në një tokë si lloj fushe, e pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i ulur ose i mbështetur në gjethe të palmave. Si lloj hasri, mirë po nuk ka kon domethën i përpunum. Thjesht gjethet një mba një, e mbi to ishte i ulur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kaloi thot një grup hebrejësh dhe me njërë pas tyre kaloi një grup tjetër hebrejësh dhe po i thonë njëri tjetrit: "Pyetne këtë njeri për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, pyetne për shpirtin. Nga se këto gjëra nuk i din vetëm se pejgamber." E tjerët thanë: "Po pse duhet ta pyesim? S'ka nevojë që ta pyesim, sepse po e pyetëm do të na thotë diçka e cila s'na pëlqen. E kur të na thotë diçka që ne nuk e pëlqejmë, s'dim si të rim. E jo pyetni, jo, tamam." Thanë: "E pyesim Muhamedit alayhi salatu wasallam për shpirtin." E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam heshti. Thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu: "E pash që Allahu xhelle wala po i zbret ajete pejgamberit Allahut dhe qëndrova pranë tij se priça përgjigjen të cilën Allahu ja ka zbrit." E Allahu xhelle wala po i thot pejgamberit Allahut: "Meseluneke anir ruh." Të pyesin o Muhammed për shpirtin. E ruhu, shpirti.
Kuli ruhu min emri rabbi, thuaj shpirti është prej çështjeve të Zotit tim. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Dhe juve nuk u është dhënë nga dituria vetëm se diçka e pakt. Çka mendoni, kjo pyetje është diçka për të çuditë? Po edhe po se ditëm këtë, ju s'kini prej diturisë vetëm se pak. Hiç s'është për të çuditë kjo. Kjo përgjigje e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai kënaqi ato, ja përkundrazi, i shqetësoi, sepse nxjerri pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam në pozitë ku ai thotë unë nuk e di. Edhe kjo çështje është çështje e Allahut te baraka ve teala. Jo çdo pyetje e cila më parashtrohet unë e di. Dhe kjo neve vëllezër na bën pak të ndalemi dhe të meditojmë. E para, tek ata të cilët pyesin. Pyetjen bënë nëse ke nevojë për një përgjigje, përndryshe mos bën pyetje. Ne jetojmë sot në kohë kur pyetjet bëhen thjesht për ku e di unë. Si ai scrollingi që e bëjmë në rrjetet sociale, dum një scroll ta bëjnë në pyetje, o shpirti po xhini kjo që ajo informat shkon selam aleikum hara. Vënë? Dërsa kjo nuk është metodë islame për të marrë dituri dhe për të përfituar informata. Imam Maliku rahimahullah i pyeste njerëzit kur e pyesnin për një çështje. Hal min wara'i dhalika min amal? Ai tu pyet se pas kësaj ka një praktik, duhet të punojsh dënise apo thjesht mohabet jetu bë. Jo mohabet, tamam, s'kam përgjigje për mohabetxhit. Unë jap përgjigje për ata cilët punojnë, jo për ata cilët vetëm bëjnë pyetje. Çështja e dytë është, shikoj mënyrën se si ka fol pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Rob i nështruar plotësisht në Allahu te barekuta. Mu nuk më intereson ato si më perceptojnë. Ato mund të më perceptojnë me këtë përgjigje se unë s'di, se unë jam i dobët, që unë nuk meritoj titullin dhe epitetin pejgamber. Po kjo s'më intereson mu. Mu më intereson urdhri Allahut. Urdhri Allahut, kuli ruhu min emri rabbi. Thuaj, shpirti është prej çështjeve të Zotit tim. Kjo mu më intereson. Urdhri Allahut shkojnë në vend. Ne s'kemi dituri më shumë se kaq. Pejgamberit Allahut as nuk i ardh mbare. As nuk e ka ndjej veten të nënçmuar se nuk e di përgjigjen për çështjen e shpirtit. Sikurse nuk i ka ditë përgjigjet për shumë pyetje tjera, apo? Është pyetur për çështje shumë më të thjeshta. Yes'alunaka 'anil ahilla. Të pyesin për hanën e re. Yes'alunaka 'anil mahid. Të pyesin për ciklin menstrual. Yes'alunaka 'anil anfal. Të pyesin për plaçkën e luftës. Yes'alunaka wa yes'alunak. Pejgamberi Allahut sallallahu ka hesht. Ama Ali apite tove s'mund të heshte. Nuk mund të thosë se nuk e di. Apo? Ja, këtë caulla e din, unë mo e di. Apo? Haxhia, që 25 vjetë falet, s'mbare mo e di e këtë? Jo, valla, nuk është mbare hiq. Mbare është të flasim fejnë Allahut pa dituri. Andaj plot prej dietarëve, kur e kam pru një shembull, po është ndoshta i banalizum, po kallzon realitetin e seriozitetit kësaj meseles. Kjo është realiteti. Ai që flet në fetë Allahut, është sikur se ai i cili merr guximin dhe thot po, unë nënshkruaj në emër të Allahut që kjo gjë është kështu. Kjo është realiteti. Po, unë jam të thonë kjo është kështu, po, ti e të thonë që Allahu ka gjykuar për këtë gjë se është kështu. Kush e merr këtë guxim? Andaj thuhet që ai që ka ardhur Imam Maliku nga Marokoja dhe i ka bërë shumë pyetje, do me thënë 10 pyetje, diku 40 pyetje, Imam Maliku nuk i ka dhënë përgjigje, ose i ka dhënë përgjigjen me nuk e di në 30 e sa pyetje, 36, transmetim 32, sidoqoftë shumicën e pyetjeve ka thonë nuk e di. Ka thonë o Imam, si të kthehem tek populli im t'ju them atyre që Maliku më ka thonë që nuk e di? E i ka insistuar më jep përgjigje. Imam Maliku ka thonë, cila është më e lehtë? Të kthehesh ti tek populli jot dhe t'ju thush atyne që nuk e di, që ka thonë Maliku nuk e di, apo është më e lehtë që të dal unë përpara Allahut të t'i them Allahu që kam dhënë përgjigje pa dituri, cila është më e lehtë? E jo ti është më e lehtë, vëlla. Ti ke punë me njerëz, po unë do të qëndroj përpara Allahut dhe Allahu do të më pyet për përgjigjet të cilat i kam dhënë. Këtu është problemi. E pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam as pak nuk i ka ardhur marrë. Nuk e din, ka thënë nuk e di. Thush nuk e di, në çështje që nuk e din, kallxon pastërtinë e zemrës tënde. E kallxon realitetin tënd, vëlla. E kupton se me fol në çështje që nuk e din, kallxohesh më i ditur se sa që je, dhe kjo është forma e nifakut. Sepse nifaku, e dini çka është? Të
të kallëzojsh në pamjen e jashtme diçka e cila nuk ka të bëjë me realitetin e brendësisë tënde. Brendësia jem, ose unë se di, po unë kallëzoj, filozofoje, ktheje, çoj vi, e rëndësishme mos them se di. Jo vallahi, kjo është forma e nifakut, prej së cilës duhet kërkojnë strehim tek Allahu te bareke o taala. Në këtë atmosferë vëllezër, do të shfaqet pala tjetër në Medinë e cila nuk do të bëhet musliman, dhe ato janë Eusi dhe Khazrexhi, të cilët pakic po, megjithatë pakic e cila ka një peshë në shoqërinë e Medinës, sepse plot prej tyre do të jenë prej krerëve të Eusit dhe Khazrexhit, të cilët nuk do të bëhen musliman. Në krye të këtyre njerëzve do të jenë dy persona, të cilët do të kenë ndikim negativ në shoqërinë e Medinës dhe tek arabët jo musliman të Medinës. I pari prej tyre është Ebu Amir al-Rahib. Ebu Amir al-Rahib është ndoshta i krishteri i vetëm në Medinë. Ishte bë i krishter shumë më herët, dhe është baba i një prej sahabëve të ndershëm i cili do të ndron jetë në betejën e Uhudit, e ai është Hamdale, Ghasilul Melaike. E keni dëgjuar Hamdalen? Nëse se keni dëgjuar do të pritni deri në betejën e Uhudit. Mirë, po Hamdale është një prej shembujve të bukur të sakrificës dhe bukurisë së Islamit, i cili nuk ka shpenzuar asgjë në rrugë të ngritjes së fjalës Allahu xhallahu ala, saqë edhe natën që është martu, mëngjesi ka ardhur, ka thirrsi për në betejën e Uhudit, ka shku Hamdale dhe ka ndru jetë xhunub. Nuk ka qenë as ilan. Andaj emrin e ka Hamdale, ndërsa epitetin e ka Ghasilul Melaike, atë të cilën e kanë larë melaqet. Atë të cilën e kanë larë melaqet e Allahut. Fe subhanallah, me yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy. Qoftë i lartësuar ai i cili e nxjerr të gjallin nga i vdekurit dhe të vdekurin nga i gjallë. Hamdale është biri i këtij njeriu, Ebu Amir al-Rahib. Një prej armiqve më të mëdhenj të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E Allahu prej këtij ka nxjerr kët altan njeri. I dyti person i cili do të ketë ndikim tepër negativ në shoqërinë e Medinës është një të cilin shumica prej jush ose të gjithë ju e keni dëgjuar, është Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Kreu i munafikëve të Medinës, edhe njeriu i cili do të shfaqë armiqsinë e tij që nga ditët e para, edhe pse do ta pranoj Islamin pas betejës së Bedrit vetëm në formën e jashtme. Po puna e tij kundër Islamit dhe muslimanëve do të vazhdoj fshehurazi derisa të shkon tek Allahu te barekoteala, madje do të vdes në këtë gjendje dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do t'ia fal xhenazën dhe do të qëndron mbi varrin e tij dhe Allahu do të zbres ajete për këtë veprim të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe nga ajo ditë Allahu e ndalon pejgamberin Allahut alaihi salatu wasallam që t'ia fal xhenazën do kujt prej munafikëve ose që të qëndron mbi varrin e tij. Kështu që pas vdekjes së tij, çdo munafik që vdiste, sahabët e shikonin a ja fal pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam filanin xhenazë apo nuk ja fal. Nëse ja falte xhenazën, e falshin edhe ato xhenazën. Nëse nuk ja falte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam xhenazën, nuk ja falin as ata xhenazën, se e dinin që nuk është prej besimtarëve, po është munafik i cili është vesh me petkun e Islamit. Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, prej hyrjet pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë, viti i parë, viti i dytë ndodhen betejë e Bedrit, minjan mbas Bedrit e pranon Islamin. Cilin datë ka ndodhur betejë e Bedrit? Në Ramazan keni dalë folë, po 17 gjimës. 17 i cilit muj? Ramazan dhe, po, Ramazan, se keni pamë një festimet e Bedrit. Me 17 Ramazan, të vitit të dytë të hijreti, do të ndodhë betejë e Bedrit. Deri në atë kohë, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli nuk është besimtar. Haptazi. Ai nuk do të jetë besimtar as pas asaj. Mirë, po haptazi. Dhe ndodh që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, sikur se transmeton Enesi radiallahu ta'ala anhu, që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka hip mbi një gomar dhe me veti e ka marrë Usame ibn Zeidin. Kur e them kët ka hip mbi një gomar, dikujt i duket të çuditshme, pejgamberi Allahut mbaj magar ka hip. Po, pejgamberi Allahut ka qenë njeriu më modest. E nëpse ka pat mundësi që të shfaqet shumë më i pasur, shumë më autoritet se sa që ka qenë. Megjithatë, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë më modesti, më i buti, më falsi alaihi salatu wassalam. Ka hip mbi gomar, ai dhe e ka marrë me vete të dashurin e tij, Usame ibn Zeidin, të cilin e ka konsideruar sikurse një prej nipnive të vet, djali i Zeid ibn Harithës. Thot
kanë shku që ta vizitojnë Saad ibn Ubaden, një prej krerëve të ensarve. Rrugës kanë kalu rreth një kuvendi, rreth një mexhlisi, në të cilin kishte musliman, ishte Abdullah ibn Ubej ibn Seluli dhe kishte hebrej. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dalët te ky mexhlis. Mirë po gomari i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam po bon pluhun, duke zbrit pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nga gomari, plunoset pak vendi. Abdullah ibn Ubej ibn Seluli e kthen fytyrën dhe e mbulon hundën e tij, e mbulon me petkun e vet. E po i thot pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam na plunose mexhlisin Allah. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e dëgjon. Jep selam edhe ulet në mexhlis. Thot transmetuesi, i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam lexoi diçka nga libri i Allahut dhe i thiri të gjithë në fenë e Allahut te bareke ve taala. Por ama Abdullah ibn Ubej nuk ishte njeri i cili bindet, sepse ky njeri pritej që të bëhet mbret i arabëve përpara ardhjes së pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë. E shihte pejgamberin e Allahut si rivalin e parë të tij. Kështu që i drejtohet pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam me arrogancë dhe i thot: "O ti njeri, s'ka gjë më të bukur se ajo të cilën je duke e thonë. Nëse është e vërtetë ama. Se ne nuk e dim, është e vërtetë. Po ama mos na bëzdis me mexhliset tona. Këto muhabete kallzova njerëzve kur të vinë me mexhlisin tënd. Mos ju shkon njerëzive në për mexhlise." Këtë muhabet vëllezër ne dëgjojmë sot, vazhdojmë ta dëgjojmë sot prej dikujt i cili ka një lloj mlefi ndaj fetarëve ose fesë. O vlla, këto muhabete shkon në xhami kallzoj. Këto nuk janë për çdo mexhlis, hajde kallzo xhenet xhenem këta. Apo Abdullah ibn Ubej ka thonë të njëjtën. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ja ka kthyemi një herë. Ja, ka pat burra tjerë. Ka qenë një prej trimave të mëdhtë sahabeve. Kush? Abdullah ibn Rawaha, radhiyallahu ta'ala anhu, poeti i pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë: "Ja Rasulullah, ku të shkojsh? Kallzoj këto muhabete se ne kena nevojë dhe i duam këto muhabete tua." Sallallahu alaihi wasallam. Thotë dhe fillojnë ata të debatojnë dhe të polemizojnë, jo bën, jo s'bën, derisa i ngrisin zanat dhe gati se kacafite njëri me tjetrin. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e ul tensionin e mexhlisit, e i qetson të gjitha palët dhe kërkon izën dhe del. Shkon tek Saad ibn Ubade dhe i thot: "O Saad, si ja, je mirë, për të ti jena nis, po rrugës ndodhi kjo çka ndodhi." Saadi radhiyallahu ta'ala anhu i thot: "E çfarë tha Ebu Hubbabi ja Rasulallah?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, thot: "Tha këtë." Thot Saadi radhiyallahu ta'ala: "O i dërguari Allahut, fale. Ne bëm pak sabër natë. Se ai është dash të bëhet mbreti jon përpara ardhjes tande në Medinë, por Allahu ty të dha triumf dhe të ndihmoj me të vërtetën me cilën Allahu të ka dërguar." E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e fal. Mirë, po jo për këshillën e Saadit. E fal nga se Allahu xhalla xjalaluhu i thot pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam dhe sahabëve: "Wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira." Do të dëgjoni shumë prej hebrejve edhe prej kojshive tuaj të cilët kanë bërë shirk Allahut, do të dëgjoni shumë fjalë cikletshme. E çka të bëjmë? Thot Allahu xhalla xjalaluhu: "Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur." E nëse bani sabër dhe jeni devotshëm, kjo është ajo e cila konsiderohet vendimmarrëse, diçka e cila nuk është lehtë për ta bërë, por duhet me bë sabër dhe me qenë devotshëm. Thot Allahu xhallahu ala: "Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim." Shumë prej atyre të cilët ishin i thtarë të librit shpresojnë që t'ju devijojnë juve t'u kthejnë nga imani në mosbesim si hased dhe inat prej tyre për imanin tuaj. Allahu xhallahu ala në fund të ajetit çfarë thot? Fa'fu wasfahu. Ndërsa ju falne dhe ulni shikimin, domethënë, të i kaloni këtë situatë. Ato do të flasin, ato do t'ju sikletojnë, ato do t'ju shqetësojnë, po ato janë kujshit tuaj. Ju falni, të i kaloni. Hatta yati Allahu bi emrih, përderisa Allahu nuk ka pru ndryshim të situatës. Ju dhe duhet bani sabër, ju dhe duhet të falni, nëse ju jeni thirrës në rrugt të Allahut xhalla xhelalu. Do të ndalemi këtu, do të vazhdojmë ligjëratën e ardhshme inshallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.